madje edhe nga zgjedhjet pluraliste të vitit 91, në themel të saj kishte 4 çështje kryesore. U zhduk, thot kufiri, ndars mes shtetit dhe partisë në pushtet. Fusha e lojës ishte e pa barabartë pozit-opozit. Partia Socialiste përfitoi nga qenia në pushtet për të fituar avantazhin në zgjedhje dhe së fundi u ushtrua presion i vazhdueshëm mbi zgjedhjet. Pra, çfarë do thotë që me datë 11 maj, zgjedhjet nuk ishin as të lira dhe as të drejta, sepse nuk mund të ketë garë të drejtë e të barabartë ku në zgjedhjet kundërshtar është shteti, aq më pak kur partia është në zgjedhje dhe në koalicion me kartelet e drogës apo të korrupsionit. Nuk është vetëm qeveria dhe mazhoranca në fakt barë e përgjegjësisë, po jo pak rol në këtë drejtim ka dhe sistemi i drejtësisë. Unë po merrem me disa nga çështjet të cilet realisht edhe në qarkun e Dibrës të implementuara, por që absolutisht kanë qenë edhe në qarqet e tjera ku mjaft kolegë të mitë kanë treguar për ato raste. Nuk kishte asnjë punonjës të administratës publike, asnjë policë që mos vendosej në dispozicion të elektorale. Nuk kishte asnjë biznes, nuk kishte asnjë fermer, nuk kishte asnjë person që trajtoi me ndihmë ekonomike që të mos ishte në rresht për të votuar partinë shtet. Por ajo se çfarë bën përshtypje dhe që duhet të ishte sensibilizuese për prokurorinë është që ndihma ekonomike, paaftësia dhe pensionet në vitin 2025 shpërndahen jashtë sistemit bankar dhe shkojnë me korrier, me Postën Shqiptare, me OSHE-n apo me patronazhist për t'i dërguar me një zarf tek shtëpia, edhe fiks ndodh dhe në fushatën elektorale, ku bashkë me zarfin e pagesës së pensionit apo të paaftësisë apo të ndihmës ekonomike, normalisht kanë mundësinë për të dhënë dhe zarfin e këmbimit të votës. Nuk ka ndodhur asnjëherë tjetër që krahas investimeve publike, të cilet në fakt nuk duhet të bëhen në 4 muajt e fundit, ndodh, të paktën në qarkun e Dibrës, që kemi denoncuar me video, me zë dhe me figurë, investime publike të pa planifikuara, të pa prokuruara, por që kanë ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë tek tjetërsimi i votës tek qytetarët. Në dallim, madje edhe nga zgjedhjet e vitit 2021, në këto zgjedhje patëm rastin për të kapur më shumë se sa 7 apo 8 raste të mjeteve të cilët shpërndanin para. Nëse në vitin 2021 njërin nga ato të cilët ju konstatuan 5 milion lekë të vjetra dhe listat e votuesve u dënua dhe vujti dënimin, në këto zgjedhje po ju tregoj vetëm një rast, kur ne zhvillonim fushatën elektorale të së saj me datë 9 maj në Maqellar, 2 makinat policisë, ku kishte edhe kandidatin e Partisë Socialiste dhe eksponent tjerë të Partisë Socialiste, në pranin edhe të prokurorit që erdhi me vonesë, prokurorit të rrethit, por dhe drejtorit policisë u konstatuan jo pak, po 12 milion lekë lista votuesish të djathtë dhe të tjerë element që tregonin që këto ishin në terren për të bërë shpërndarjen e këtyre parave. Po që nga ajo ditë dhe sot nuk është bërë asnjë lloj operimi pavarësisht shkresave tona të njëpasnjëshme për që ja kemi dërguar prokurorisë së rrethit apo që ja kemi dërguar policisë. Pra, çfarë do të them, që qytetarët kanë qenë në një situatë të pa precedent si asnjëherë tjetër. Një tjetër element i cili është për të denoncuar është edhe një herë administrata publike. Në një rankim të fundit të 2 javëve më parë, ditë që administrata publike në Shqipëri ka një qasje ose ka më saktë një reputacion ose më saktë ka një eficiencë që është 4 deri në 5 herë më pak se sa vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është absurde. Dhe nuk ka se si ndodh ndryshe kur administrata në Shqipëri si në asnjë vend tjetër të botës nuk ka një punë konkrete.
Unë deklaroj me përgjithësi të plot që administrata shtetërore më shumë se sa 40% prej saj nuk din vendin e punës. Madje gjej rastin për të komunikuar, meqenëse është dhe prokurori i përgjithshëm, për t'i treguar që administrata bashkive, administrata e OSHE-s, administrata e ujësisë së kanalizimeve, nuk e din kush është pozicioni i tyre i punës. Ato kanë vetëm kartën e bankës, din kush është bankomati i tyre për të marrë parat dhe pastaj për të qenë të gatshëm ku ka zgjedhje lokale, ku ka zgjedhje qendrore, ku ka zgjedhje të pjesshme. Dhe ky është një fenomen i cili duhet që me patjetër duhet të jetë pjesë e hetimit nga prokuroria. Kemi treguar me fakte edhe persona të cilët janë jashtë shtetit dhe persona të cilët e kanë shënuar emrin dhe askush nuk ka operuar, edhe kjo është një tjetër element që ka ndikuar, po themi në këtë farsë elektorale të 11 majit. Një tjetër element, krahanohemi me reformën në drejtësi. Po kush është produkti? Produkti është se ashtu siç operua me pushtetin mendor për t'ia larguar qytetarëve, e njëjta gjë po ndodh, po themi, edhe me prokurorinë. Sot kemi vetëm një prokurori të shkallës parë në qendër qarku. Edhe një banor duhet të ecë me kilometra të tërë, me orë të tëra për shkuar për të marrë dhe për të zgjidhur çështjen. Aq më keq është kur edhe dikush që kryen divorcin dhe don që të krijojë një lidhje tre familjare, nuk e bën dot, sepse radha është 10 vite, 15 vite, 20 vite dhe i vendos në kushte konflikti social dhe nuk besoj që mundet që dikush tjetër ta di më mirë sa prokuria këtë lloj reagimi. Edhe 30 sekonda, të lutem. A mund ta lejoni? Vrasja një gjyqtari dhe ju ishte vërtet shumë e dhimbshme. Por nëse do shohësh komentet e qytetarëve, nuk se ishin kundër, nuk se ishin pro vrasjes, po ishin kundër sistemit, sepse po e mbyllin ciklin e jetës tyre për të marrë të drejtën e pronës, po e mbyllin ciklin e tyre për të marrë të drejtën, dhe ky do të jetë një alarm për sistemin e drejtësisë, për t'i kthyer shërbim. Faleminderit zoti Mziu, zoti Balliu, keni fjalën.